Ballë senës kishit pas, kishit ni. Ama që kjo s'beso që ka pas mundësi me ju ik. I like you. I like sex. Po, bashk filmi Borat. Po para se me u bo Borat, a e din që karakteri u kun shqiptar. Borat është një film komedi viti 2006 me regjin nga Larry Charles edhe me Sacha Baron Cohen me rolin kryesor një gazetar nga Kazakistani që u thënë në SBA për me bo një dokumentar. I get the window from a glass. You must get the window from a glass. I get the step. He must get the step. Po para Boratit ka qenë Kristo. In Albania, we hear she is dead. She is dead. We are sorry. Kristo a Borati. Të dy personazhet janë pothuajse të njëjta me ndryshimin e vetëm që Kristo vjen nga Shqipëria e jo nga Kazakistani. Dy vetë tregojnë Kriston duke u futur në shoqërinë e lartë britanike dhe duke eksploruar botën e sadomazokizmit. Inside toilet is very strange but exciting. Ditët e sotme I kish bu shumë nervoz shqiptarët ky sen. Nuk ka asnjë arsye zyrtare pse Sasha e kalon karakterin e Kristos, por duket se ka qenë një vendim kreativ e jo diçka e detyruar. Shpjegimi më I logjikshëm është se Kazakistani ishte një vend më I lartë dhe më pak I kuptuar për shumicën e njerëzve në atë kohë, duke I dhënë Cohenit më shumë liri artistike për me ndërtu personalitetin ekstrem të Boratit. Nice to meet you, Borat. Nice to meet you. Should I make a joke about my mother-in-law? So e dim nuk është që shqiptari ka nxjerr problem e ky u tut. Paktën kaq dina na. E nëse ti don me ditë më shumë, follow Urban FM në krejt platforma sociale edhe subscribe në YouTube.